Islami e nxit çdo musliman që të jetë aktiv në shoqëri, e nxit që të prodhojë, të fitojë dhe të mos kërkojë nga njerëzit të tjerë. Ka se muslimani duhet ta ruajë dinjitetin e tij, ta ruajë krenarinë e tij dhe të mos e dëmtojë atë duke lypur. Prandaj kur një njeri erdhi tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe kërkoi lëmosh, dhe këtë hadith po e transmeton sahabiu i nderuar Enes ibn Malik. Pejgamberi Allahut i tha: "A nuk ke asgjë në shtëpi?" Tha: "Po ja Rasulullah, e kam një shtroj të cilën e përdor për ta shtruar dhe për të mbuluar. Dhe kam një enë për të pirë." Tha: "Shko edhe merri ato dhe eja tek unë." Shkoi, i mori dhe i solli tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut i mori të dyja dhe i qiti në shitje. I shiti të dyja për 2 dirhem. Me 1 dirhem i tha këtij njeriu: "Shko edhe bli ushqim për familjen tënde." Me dirhemin tjetër shko edhe bli një sapat. Pastaj eja tek unë. Ashtu edhe bëri. Kur erdhi tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam me sapatën e blerë, atëherë i tha: "Tani merr sapatën, shko edhe bëj dru, shiti ato dhe mos të shoh këtu për 15 ditë. Pra puno për 15 ditë pa rreshtur. Pastaj eja tek unë." Shkoi ky njeri, bëri dru, i shiti ato dhe i fitoi 10 dirhem. Me to bleu ushqim të mjaftueshëm për familjen, veshmbathje, dhe i mbeti gjithashtu edhe prej tyre diçka që ai mund të përmbushte nevojat e tij pastaj. Pastaj kur erdhi te pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai i tha: "Kjo për ty është më e mirë se sa lypja." Pra puna për ty është më e mirë se sa lypja, e cila në ditën e gjykimit të bëhet njollë e zezë në fytyrën tënde. Përmes këtij hadithi pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i tregoi këtij njeriu dhe gjithashtu edhe neve se besimtarin duhet ta karakterizoj puna dhe jo lypja. Ndonse lypja nuk është e ndaluar në parim, por është e shëmtuar, është e padëshiruar. Janë vetëm 3 raste ku arsyetohet besimtari dhe besimtarja për të lypur. Rasti kur nuk ka asgjë për të ushqyer dhe ka uri të madhe, dhe në moment s'ka me çfarë të ushqehet, i lejohet që të kërkojë. Rasti kur ka borxhe të shumta dhe aq tepër i bën të papërballshme sa që ka nevojë që dikush t'i ndihmojë, prandaj i kërkon dikujt ndihmë. Dhe rasti kur aksidentalisht mund ta vras dikë apo ta lëndoj dikë dhe kërkohet që ta paguajë dëmshpërblimin për këtë vepër. Në raste të tjera as pak nuk është e pëlqyer lypja. Ajo që ka preferohet sipas fesë islame është puna, është aktivizimi personal. Nga se kjo e ruan dinjitetin dhe krenarinë e njeriut dhe garanton mirëqenie solide në familje.